Lojrat e dyta botërore të robotëve humanoide kanë nisur zyrtarisht në Pekin, duke mbledhur talente dhe teknologji nga e gjithë bota. Në ceremoninë e hapjes në stadiumin kombëtar të patinazhit të shpejtë, më shumë se 1000 robot humanoid shfaqen aftësitë e tyre në muzikë, sport dhe performancat të sinkronizuara. 36 robot me duar me 5 gishta luajtën instrumente së bashku me muzikantë njerëzor, ndërsa të tjerë garuan në futboll, ping-pong dhe tenis. Në parad, formacionet robotike marshuan në sinkronizim dhe disa realizuan edhe akrobaci të vështira. Eventi 5 ditor bashkon 666 ekipe dhe 2056 robot nga 16 vende, të cilët garojnë në 51 disiplina. Krahas vrapimit 100 metra dhe futbollit, këtë vit janë shtuar tai chi, ping-pongu, tenisi, tërheqja e litarit dhe ngritja e peshave. Robotët do të testohen dhe në aplikime reale me 14 kategori të reja në familje, hoteleri dhe logjistik. Organizatorët synojnë të nxisin shërbimin teknologjik, bashkëpunimin industrial dhe zhvillimin e inteligjencës së mishëruar. Lojrat e para të zhvilluara në gusht 2025 mblodhen mbi 500 robot humanoide nga 16 vende.